Viti i ri filloi me paralajmërime të rritjes së çmimeve të ujit, por pa përjashtuar as ngritjen e re të çmimeve të rrymës. Çfarë pasoja shihni, apo bëhet e papërballueshme jeta e qytetarëve në Kosovë? Nuk duhet të na habitin paralajmërimet për ngritje të çmimeve të produkteve strategjike, sepse Kosova ka humbur betejën shumë herët sa i përket sigurimit të energjisë elektrike, vetë fakti që kanë të shtuar projekte madhore, gjigante, themit për prodhim të energjisë elektrike, që nga viti 2006 e këndej e dëshmon më së miri faktin që Kosova është përgatitur të jetë i varur nga energjia elektrike, një shtet që ka varëshmëri nga një produkt i tillë strategjik e ka shumë më të vështirë të planifikojë qëndrueshmëri ekonomike, sepse në fund të fundit duhet të analizohet efekti anësor i ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, që nuk kupton që nuk goditet vetëm standardi i qytetarëve, po goditet edhe prodhimi made in Kosova, dhe me këto çmime të energjisë elektrike, në veçanti për bizneset vendore është e pamundur që prodhimet tona të jenë konkurruese qoftë në tregun rajonal, qoftë në tregun evropian. Dhe fakti që mungon një sundim i rendit dhe ligjit në atë formën e dëshiruar, dhe sot tregtia me energji elektrike është biznesi më profitabil, nuk duhet të shpresojmë se do të kemi kapacitete të reja prodhuese, sepse në Kosovë më lehtë jetohet dhe fitohet nga tregtia, si duket, sesa nga prodhimi dhe promovimi i produkteve made in Kosova. Në janar të vitit 2026, Kosova ballafaqohet me inflacion mbi 5.3% dhe kur krejtësisht i shtohet fakti që kemi paralajmërime për ngritje të çmimeve, mirëpo edhe bartim një ngritje të çmimeve nga muji dhjetor në janar fal festave të fund vitit, atëherë po e shihni sa është e vështirë të jetohet, dhe nga fakti që në aspektin psikologjik thuhet që çmimi shpejt ngritet, por asnjëherë nuk bjen në stadion fillestar, këtë po e dëshmon do thotë realitetin në marketet kosovare, ku blerësit apo qytetarët e Kosovës hasin në çmime të cilat vërtet të ndrojnë brenda ditës, dhe tëra kjo vetëm e ul standardin e jetesës. Nuk jetohet nga ndihma sociale, nuk jetohet do thotë vetëm në kampanjat zgjedhore. Kosova dhe qytetarët e Kosovës meritojnë dinjitet, meritojnë një standard të mirëfillt jetësor, një zhvillim ekonomik që garanton ardhmëri, perspektivë, kthim të shpresë së humbur në Kosovë, dhe jo munga dështimi në ekonomi, Kosova të zbrazet, të plotësohen dëshirat e armiqve të saj shekullor.